institucione kontrollit? Është jo moment, po këto 3 ditë kanë tregu që është urgjente të mbejnë. Është urgjencë kombëtare. Është urgjencë kombëtare që të mirën masa dhe të çarmatoset populli. Është pa parashikueshme prej vështreje në Prishtinë, po flas me vështres, po flas se një teren mirë prej vështreje në Prishtinë që janë 30 kilometra, në këtij territori kaq vogël, 4 vrasje për një natë, për 24 orë. Kjo është absurde. Pas më për Meksik. Pa kon luft, pa pas protesta, pa pas demonstrata. Këtë përshkon me procedurë. Me hupjetën 4 persona për 24 orë në një territor që mund një vend tjetër kishin me qenë krejt një mahall, se jo në 2 komuna. Dhe në këtë aspekt nuk më ikun përgjithësisht institucionet politike, sepse do të me bëjë strategjinë, do të me gjetë zhjirë. Ska strategji, sidomos ka pas situata shumë atrona, ka pas Serbia situata që ka pas këtë popullin të armatas për luftat e Jugosllavisë, ka qenë lufta dhe Bosna e Hercegovina, ka qenë lufta dhe Kroacia, janë luftë vendet tjera të NATO-s, Amerika i ka legale armët, mirë po nuk ndodhin vrasje kështu që me qenë normale. Zoti Musa, dua ta ndal kështu edhe fokusin tek reagimi i institucioneve për shkak se dje e ndoqëm një rrëfim të kunatit të viktimës në Vushtrec, i cili tregon